me emër të Allahut, mëshirues dhe përditëtar i madh, kur qielli të shkëlqet dhe të dëgjojë me përvujtni Zotin e vet, siç i përket, dhe kur toka do të shtrihet me shafitjen e maleve, dhe ta hedh gjithë atë që ka brenda të zbrazët, dhe të dëgjojë me përvujtni Zotin e vet, siç i përket. Ti, o njeri, që përpiqesh shumë, mundin tënd do ta gjesh te Zoti yt, atij që do t'i jepet libri i tij në dorën e tij të djathtë. Lehtë do të japi llogari, dhe do të kthehet i gëzueshëm te të afërmit e tij. E atij që do t'i jepet libri i tij pas shpinës, e thërret shkatërimi, dhe në zjarr do të digjet, sepse në jetë ka qenë i gëzueshëm në familjen e tij, dhe ka menduar se kur nuk do të kthehet ringjallet për të dhënë llogari. Po, do të kthehet te Zoti i tij, me të vërtetë ai i sheh të gjitha punët e tij. Dhe betohem në kushërimin e mbrëmjes, dhe natën, dhe në atë që paklon ajo me errësirën e saj, dhe hënën e plot. Ju, me siguri, do të gjendeni në rrethana të vështira dhe më të vështira. Çka kanë ata që nuk duan të besojnë? Përse kur tu lexohet Kurani, nuk përulen, nuk bëjnë sejdë. Madje, jo besimtarët, e përgënjeshtrojnë atë Kuranin. Perëndia, me të vërtetë, diçka fshehin ata në zemrat e tyre. Prandaj, se arriqoj ata me dënim të dëmshëm. Por ata që besojnë dhe punojnë veprat e mira do të shpërblehen pa ndërprerje.